Policia ka zbardhur detajet e operacionit të zhvilluar në Kavaj me urdhër të SPAK, ku janë kontrolluar banesa dhe ambientet e ish kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi, ku janë sekuestruar celular, por edhe fatura, kupona nafte dhe deri tek listë të zgjedhjesh. Gjithashtu kontrolle janë ushtruar edhe në ambientet tek banesa e 4 personave të tjerë, teksa janë sekuestruar gjithashtu telefona celular, kupona nafte dhe një pistolet manovër. Kontrollet janë ushtruar tek banesa e Orges Sinella, Tak Roshi, Mirel Sinella, ku gjet një pistolet manovër dhe Tauland Hasa. Policia konfirmoi se aksioni erdhi në ekzekutim të urdhrit të prokurorisë së posaçme në kuadër të hetimit të nisur ditën e zgjedhjeve, por u kap dhe u shoqërua një grua që dyshohej se ishte përfshirë në shitblerje votash për llogari të Elvis Roshit. Ky i dyshuar për korrupsion zgjedhor, teksa bënte fushat për kushëririn e tij Elton Roshi në Kavaj. Ditën e zgjedhjeve me 11 mars, një grua identifikuar si Julie Duda u shoqërua nga policia e Kavajës, ku është ndjekur nga agent të policisë, ndërsa është takuar me ish-kryetarin e bashkisë Elvis Roshi. Pas takimit, Julie Duda është ndaluar teksa edhe i është gjetur një listë që përmbante emrat e disa prej familjarëve të saj. Dyshohet se ajo është përfshirë në aktivitete të dyshimta që lidhen me blerjen e votës. Duda dhe Roshi u morën në pyetje, ku mendohet se edhe hetimet e sotme janë pjesë e kësaj procedure për të zbardhur plotësisht dinamikën dhe ngjarjen e dyshuar si korrupsion zgjedhor.